Ne po, ja ku arritëm. Shtëpi e ëmbla, shtëpi e re. Ne do transferohemi në një dyqan kafshësh. Dyqani kafshëve. Nuk e kisha vënë re më parë. Unë jam Whitney Biscuit, ndërsa unë jam Britney Biscuit. Jemi binjake. Çfarë ka ndodhur kështu me mua? Kafshët po më flasin mua. Unë mund të kuptoj ato. Prit, a the pak më parë se ti mund të na kuptosh ne? Dyqani më i vogël i kafshëve do mbyllet? Sikur të ishte dikush që mund të na ndihmonte, dikush që të mund të na kuptojë dhe të komunikojë me ne. E gjeta! Na duhet Blajthi. Po përse unë? Ti je vetmi person që në fakt na kupton. Në rregull, në rregull. Do t'ju ndihmoj. Ti duhet ta shpëtosh dyqanin deri nesër. Çfarë the? Kur? You think about all the things that you love to do. It all comes true. You find a place you never knew where you're happy to. Just be you. We can be who we wanna be. At Littlest Pet Shop, you and me. We can be who we wanna be. At Littlest Pet Shop, you and me. Zito Blajth, nëse votojmë për fluturim ata do t'ikin. Gjë që është e keqe, sepse unë jam kapiteni. Pra Blajth, duhet të nisemi. Çfarë është kjo zhurmë? Diçka po ndërtohet. Ti e di, gjërat e qyteteve të mëdha. Ska që për të parë. Kujdes kur je makinës, shoku! Një aventurë e re, apo jo, babi? Ke të drejt Blajth. Ti e di se sa të pëlqejnë aventurat. Dhe unë të dua ty gjithashtu. Por do doja që mos më quaj e Blajthi. Jam e rritur për atë emër. Ti do t'jesh gjithmonë vajza ime vogël. Miru pafshim, vajza. Përpiquni mos t'ju përjashtojnë sot. Në rregull, babi. Ne do të përpiqemi. Në rregull. A e ka iden njëri se si Blajthi mund të na ndihmojë të shpëtojmë dyqanin? Ajo që duhet të bëjmë është një mbrëmje bamirësie me shumë këngëtar të famshëm si unë. Më fal pak. Një shfaqje komedi është qartësisht gjëja që do të pëlqejë shumë. Edhe vetë kuptohet, unë do të jem protagonistja. Përse? Po të prigome, kalon rrugën, sepse ajo do që të shtriq këmbët, a? Bukur? 2 fjalë për ty. Maraton kërcimi. Dhe një fjalë për ty. Au! Ndoshta, Blajthi mund ta bëjë të zhduken problemet e zonjës tuaj. A mund të më jepni një herë ndonjë ide ku nuk ngatëroheni të gjithë duke përfituar nga rasti për të mburrur? Mos po më sfidon që dollapi. Po përse nuk hapet kjo gjë? Ç'kemi, vajz? Nuk hapet dollapi? Jam munduar 5 herë, por më duket se ky dollapi nuk hapet. Unë e kam patur vjet këtë dollap, edhe ka një stil. A mund ta provoj unë? Ja ku është numri. Unë jam Jasper Jones me qira fjala. Unë jam Sue Patterson. Unë jam Young Misu. Ç'kemi? Unë jam Blythe Baxter. Ti e re këtu? Po, e re në shkollë, e re në qytet. Ku ke shtëpinë? Rruga e Plepave. Në ndërtesën tonë ndodhet një dyqan kafshësh. E ke fjalën për dyqanin e kafshëve? Unë vdes për atë vend. Ta kishe nuk e ke dashur pak më tepër sepse do ta mbyllnin. Oh, po. Kam dëgjuar që kur u hap dyqani më i madh i kafshëve, ai ka tërhequr shumë nga klientët e të voglit. Me të vërtetë? E shkreta zonja tu Ombli nuk vazhdon dot kështu. Sa e trisht. E di çfarë më trishton? Pronari i dyqanit të madh është Fisher Biscuit, babai i vajzave zyrtarisht, por jo zyrtarisht më të këqija të shkollës. Binjaket Biscuit. Si Whitney. Dhe tjetra Britney. Ne jemi takuar. Hey, ke dëshirë të hash drek me ne? Po, sigurisht. Shumë piper.
Jo sa duhet aromdafine. Si mite e squllur. Si mund ta quash vërtet këtë sanduiç me peshk? Është gasmore sepse është e vërtet. Apo jo, Blythe? Çfarë? Më fal shumë, Jasper. Mendja ime u kthye tek dyqani i kafshëve. Dëgjoni premtova Russellit se do t'i ndihmoja që të mos mbyllej dyqani, por nuk jam e sigurt për këtë. Kush është Russelli? Një djalë i vogël me flokë përpjet. Jo, nuk është një i riq. Hej, ç'kemi Blythe? Ti e mban gjithmonë me vete këtë, apo jo? Ndoshta ti do që njerëzit ti shikojnë vizatimet e tua? Po, për ndryshe nuk do ta mbaje nga do që shkon. Shiko pak këtu, Brit. Po, e shpifur. Stili i Blythe? Më mirë thuaj stil koti. Shiko, Blythe, megjithëse vizatimet e tua të vogla nuk janë aq të bukura, nëse ke dëshirë të ulesh me ne për të ngrënë, ne do të të lejojmë. Kjo është tënduese. Por unë do t'ulem me mish të rinj për drekën. Prandaj, jo, faleminderit. Mos dëgjova gjë sa ajo na tha jone? Përsëri? Po e tha. Dëgjoj këtu, Blythe, të na thuash neve jo për herë të dytë. Si të thuash, na i ke ngritur shumë nervat. Dhe e dëgjuam se çfarë the për dyqanin e vogël të kafshëve, por bën mirë të vazhdosh me vizatimin e rrobave të tua të shpifura. Po, sepse ti nuk bën dot asgjë për ta shpëtuar atë. Në rregull, është zyrtarisht zyrtare. Këto vajzat janë të këqija. S'ka dyshim, Jasper. Por ato biskitat e këqija më dhanë një ide se si mund të shpëtoj dyqanin e vogël të kafshëve. Mistricët! Pushoni që të gjithë. Diçka po ndodh mes Blythit dhe zonjës Twombly. Blythe duket shumë e gëzuar për diçka. Sikur ta dëgjonim si çfarë po thon. Unë arrit të dëgjoj edhe postierin kur është 3 lagje larg. Zonja Twombly, kam një ide të sigurt për të shpëtuar dyqanin e kafshëve. E kuptova. Blythe tha se me siguri ajo do t'i vërë flakën dyqanit të kafshëve. Prisni, ndoshta e kam gatruar. Ti ke një mënyrë për ta shpëtuar dyqanin tim që të mos mbyllet? E di se është pak e çmendur dhe unë jam thjesht një fëmijë, por edhe unë kam qenë fëmijë dikur. Më thua iden tënde. E po, dëgjoni, mua më pëlqen të vizatoj rroba, por nuk kam menduar kurrë të bëj rroba për kafshët. Rrobat për kafshët janë shumë në modë. Më thuaj pra. Deri më sot nuk kam menduar që të bëja rroba për kafshët. Por po mendoja sikur të mund të bënim një sfilat mode dhe t'i bëjmë të gjithë kafshët e kampit ditor të veshën rrobat e mia. Një sfilat mode? Njerëzit mund të vinë tek shfaqja, të shikonin dyqanin dhe të kujtojnë se sa shumë e duan atë. Edhe unë e dua atë. Edhe ky do të ishte i vetmi vend në qytet ku mund t'i blini rrobat. Këto janë të mrekullueshme, Blythe. Mendoj se mund të bëhet zonja Twombly. Të paktën, ja vlen ta provojmë. Le ta bëjmë! Shikoj pak ata. Më duket sikur e kanë kuptuar se për çfarë po flisnim. Faleminderit shumë Dave që je duke na ndihmuar. Po, vërtet shumë faleminderit.
fashion show to save Littlest Pet Shop from closing? Blythe style? This is a really good idea. Yeah. And we've got to do something to ruin it. Oh, right. And humiliate Blythe, like, for good. Oh, my. That's some crowd out there. Blythe, those flyers of yours sure did the trick. You must have used some extra fancy paper stock. 100-pound gloss text, Mrs. Twombly. It's softer than most paper stocks, but thick enough to impress customers. Oh, well, good to know. Blythe, you're a genius. But how are you going to come up with all the money? All what money? All this money. Come get free money? What the what? Mrs. Twombly, I have no idea how this happened. Who could have put this on all our flyers? It just seems so mean. Oh, no. I'm sure this fashion show will be great, but mostly I came for the free money. Yeah. Look at this crowd, Whitney. That was a really good idea to write free money on all those flyers around town. Well, we needed to be sure there'd be plenty of people here to see Blythe get totally humiliated. Okay, but could you remind me of something? Why are we dressed like icky cats? We're undercover, so we need to blend in with the other pets around here. Remember? Oh, yeah. And why do we have a bucket of chocolate icing and a bucket of kitty litter? Because, Brittany, we're going to climb up to the catwalk and then at just the right moment, dump the icing and kitty litter all over Blythe and those pets of hers. Oh, yeah. Embarrassing Blythe and ruining the fashion show. Whitney, you're so smart. I know. Uh-oh, here comes somebody. Quick! Meow. Like, meow. Money! 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 Oh, dear. I've only got $1.74. We're gonna need a lot more money to keep this crowd at bay. Okay, I'll just have to go out there and let them know there's been a terrible mistake. Oh, don't be silly, dear. I'll do it. They can't be too angry. After all, they're about to see the most amazing fashion show ever. This was the last thing I needed. I'm already so nervous. What? No, you're gonna be great. Oh, yeah, you'll be gonna rock this. Thanks, you guys. I thought I was gonna have to rely on the pets to talk me down. Rely on the pets to talk? What? Well, when I say talk, I mean in their little animal language, you know. The pressure's really getting to her. Oh, those pets, they're just so cute and non-verbal. Now, you three get out of here. I have a fashion show to put on. Money! 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 Thank you for coming. I have some good news and some bad news. The bad news is there is no free money. I should have known this was a put-on. I'm going home to watch my stories. But the good news is the first ever Littlest Pet Shop Pet Fashion Show is about to begin. So now, without further ado, I'd like to introduce Blythe Style, sold exclusively here at Littlest Pet Shop. Okay, everyone, you're all gonna be great. Just remember, be yourselves. Take your places, everyone. This is it. Break a leg, everyone! Why would Blythe want us to break a leg? That makes me worry.
Your designs are a big hit, too. You need to go out and take a bow. Okay, I think I will. Whitney, I'm getting bored. Can we, dump this stuff now? In a second, Brittany. It's gotta be at just the right moment. Okay, Brittany, let's do it. This'll teach Blythe to say no to us. Oh, no! I'm a hedgehog! Phew. Yeah, that was a close one. Blythe, you saved Littlest Pet Shop. But... What is it, Mrs. Twombly? All these sales. The only way I'll be able to keep up is if you come to work for me. Really, Mrs. Twombly? I'd love to work here. Did you guys hear that? Sounds like you're gonna be seeing a lot more of me around here. I'm sure glad you moved in, Blythe. Because if it was anyone else... They probably wouldn't have been able to fit in the dumbwaiter. This is true. Well, I'm glad I fit. And I'm glad my dad found this place. But I'm most glad to have met you guys. Aww. Group hug! That smells... nice. Pepper must be happy. Excuse me. Yes? Did I just see you talking to your pets? Why, yes. Yes, you did. Don't you talk to yours? All the time. I do talk to you. Yes, I do. I talk to you all the time. Again with the baby dog? I'm 27 years old. I have to admit, this turned out to be one pretty big adventure. And I made some new friends in the unlikeliest of places. Littlest Pet Shop. Did I miss something?